Oferta për kurse nga matematika e lënë të tjera ka gjithandaj rrugëve të Prishtinës. Shpalljet e tilla janë në numër më të madh, sidomos afër shkollave. E nxënësve shërbimet e mësuesve u ofrohen edhe në klasa nga arsimtarët e lëndës që mbajnë kurse nëpër shtëpitë e tyre. Kurs një arsimtare e matematikës, s'po du me fol me emnë. Nxënësit mbajnë edhe një sekret tjetër për mësimdhënësit e tyre. S'bën me kallëzu shpimin se arsimtarët kanë thonë mos me kallëzu. Vetë arsimtarët e pranojnë se mbajnë kurse, por refuzojnë ta bëjnë para kamerës. Ata kanë frikë se mos janë duke bërë veprim të paligjshëm, që po u ofrojnë orë private nxënësve të tyre. Këto kurse ata po i arsyetojnë me rrogat e vogla. Kundër këtyre veprimtarive të mësimdhënësve është drejtoresha për arsim në Prishtinë, Arbëria Nagavci. Ajo i tha Klanit nëpërmjet telefonit se mësimet e tilla private në shtëpi të mësuesve janë ilegale dhe jo profesionale. Nagavci tha se kanë krijuar programet mësimore të atilla që çdo mësimdhënës të mbajë orë plotësuese pa pagesë brenda shkollës për fëmijët që kanë nevojë dhe një gjë të këtillë duhet ta bëjë secili mësimdhënës. Por sipas nxënësve, kjo duket se nuk po ndodh. Tash më mirë me pa pare me qenën. Me pas për shembull orë shtesë tjera, jo kurse të veçanta kështu personale me pare. E ndaluar që mësimdhënësit të marrin të holla për mësim shtesë nga nxënësit e tyre, është edhe me rregullore të Ministrisë së Arsimit. Asnjë mësimdhënës në asnjë lëndë nuk ka të drejtë të mbajë kurse private pa qenë paraprakisht veprimtaria e tij e licencuar si veprimtari legale. E me që në shtëpi nuk ka mekanizëm që i kontrollon e ndalon mësuesit të mbajnë orë private, Gashi kërkon në këtë drejtim bashkëpunim nga prindërit. I apeloj nxënësit, i apeloj prindërit, që t'i lajmërojnë këto dukuri negative. Roli i mësimdhënësit është që t'jep kontribute në shkollë dhe jo nëpër banesa, sepse ne atëherë nuk kemi nevojë t'i japim shkollat, po do t'i orientojmë fëmijët tonë nëpër banesa. Ndryshe, sipas drejtorit të inspeksionit, çdo mësues që kapet duke kryer këtë veprimtari do të ndëshkohet sipas udhëzimeve në fuqi të ministrisë.